Me organizim të klubit letrar Gjoni Kolkazazi, sot në Gjakov është mbajtur edicioni i 61 i mitingut të poezisë. Përkundër vështirësive të shumta, veçanërisht financiare me të cilën në vazhdimsi përballen, organizatorët ja dolën që përsëri ta mbajnë këtë ngjarje shumë të rëndësishme kulturore. Takimi filloi me tribunën me temën letërsia, pasqyrimi i kohës moderne. Angel Berisha, antari i klubit letrar, tha se ky miting meriton të cilësohet si aset jo vetëm i Gjakovës. Mitingu i poezisë moshën e ka për të hyrë si aset i veçantë jo vetëm i Gjakovës, por i kulturës shqiptare, nga se është manifestimi më mbijetuari në trojën shqiptare i themeluar. Nuk do të thotë se është i pari as i fundit, por është më mbijetuari. Kur pa u ndërprer edhe në luftë me një shtyme të vogël është mbajt. Ndërkaq, krijuesja Migena Arllati tha se thelbi i këtij organizimi është vetë poezia. Alfa dhe omega e klubit letrar Gjoni Kolkazazi dhe mitingut të poezisë është vetë poezia, letërsia, arti si vlerë. Ne jemi një zë, mundohemi të jemi sa më kumbues për të kontribuar në artin mbar shqiptar dhe botëror. Sigurisht se me përkrajen e të gjithë njerëzve, cilët janë sot këtu dhe shumë të tjerëve që për arsye kohe, për arsye gjeografike nuk kanë mundur të jenë. Me mbështetjen e posaçme të profesorëve të Universitetit të Gjakovës, të profesorëve të Gjimnazit Hajdar Dushi, të Jusuf Buxhovit, si njëri prej themeltarëve të mitingut, Zotit Kupa e të gjithë të tjerëve, secilin poet nga më i vjetri deri tek ajo valza që është vashëza më e re që do të na pasojë ne në vite dhe në dekadat në vijim. Ndërsa kryetari i klubit letrar Gjoni Kolkazazi, Muharrem Kurti, foli rreth vështirësive me të cilat po përballen si klub. Kryesia e klubit dhe i Sufi kanë qenë shtysit kryesor që të mos futet ky miting dhe që më kanë shtyr përpara, bukur masiv jam kështu po më shtyr përpara që ta realizojmë edhe mitingun e gjallët e një. Jam mirënjohës të gjithëve që jeni këtu me një përshëndetje të përzemërt. Në vazhdën e punimeve të mitingut të sotëm në agjendë ishte edhe promovimi i veprës Udhëtimi në kohë nga Jusuf Buxhovi. Ky libër për mua është një libër i vetmisë, një libër i të shpërimit, një libër i cili autori cilët në i tërkansh. Çlirimi, liria, rregulli, ligji. Këtu hapet thot dilema. A paraqet çlirimi liri, apo liria çlirim? Çlirimi dhe liria a janë në funksion jashta rregullit dhe ligjit. Si rëndom, edhe në këtë edicion u bën ndarja e çmimeve të mitingut, nga të cilët çmimi Ali Pudrimja i takoi autorit Eduard Frokaj, çmimi Yll Kadomin ju nda krijuesve Nita Bardhi dhe Hyr Fazlia. Për rallën hajdutet të fatit.